Gjendet i vdekur brenda makinës së parkuar një person në autostradën Vlorë-Fier. Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në autostradën Fier-Vlorë, ku një person është gjetur i pajetë. Sipas policisë, viktima Rafael Pasha u gjet në sediljen e pasme të makinës tip Volkswagen, e cila ishte parkuar në xhepin e emergjencës. Paraprakisht dyshohet se ai ka ndruar jetë për shkaqe natyrale, por policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Njoftimi i policisë. Më datë 16/10/2025 në autostradën Fier-Vlorë pranë fshatit Bishan është gjetur i ndaluar në xhepin e emergjencës automjeti markës Volkswagen me targa AB276DC. Me një shtetas të seksit mashkull i shtrirë në sediljen e përparme. Nga informacionet e para dyshohet se ky shtetas ka ndruar jetë për shkaqe natyrale. Viktima u identifikua si RP me vendbanim në fshatin Starov Berat.